Nata e mbrëmshme nuk ka qenë as pak e qetë. Në zyrat e larta të shtetit, aty ku dikur premtohej bashkëpunimi i përjetshëm, sot gjithçka u thermua. Burimet e Storm Kosova zbardhin një përplasje të paprecedent mes dy figurave qendrore të shtetit, Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Gjithçka nisi kur kryeministri Kurti, me një ton të ftohtë, i komunikoi presidentes lajmin që nuk e priste. Nuk do të ketë kandidim për një mandat të dytë. Ky ishte momenti kur dashuria politike mori fund dhe pakti 10 vjeçar për mbështetje reciproke u shtërua në një betejë hapur. Sipas burimeve tona të mirë informuara, situata ka eskaluar në tensione të larta verbale. Presidentja Osmani, e revoltuar dhe me tone të ashpra, e ka nxjerrë jashtë zyrës së saj kryeministrin, duke ja bërë të qartë se nuk ka nevojë për mbështetjen e tij dhe se rrugët e tyre tashmë janë ndarë përfundimisht. A është ky fundi i koalicionit që ndryshoi skenën politike? Kur kanë mbetur edhe pak orë nga afati final, Kosova po dridhet në themelet e institucioneve. Detajet e kësaj nate dramatike i gjeni vetën në Storm Kosova. Rrini me ne. Abonohu dhe qëndroni me ne për lajme të tjera. Deri në raportimin e radhës, na ndiqni në Storm Kosova.